Atëherë më mbrëma miq. Në këtë natë të vonë, kuptohet gati për të fjetur gjumbë. Më ngacmoi faktikisht sidomos edicioni i fundit të lajmeve, por edhe ato çfarë po ndodhin aktualisht, si në diasporë, por edhe në Shqipëri. Shumë gjëra domethënë po në një farë mënyrë po influencojnë dhe opinionin e diasporës këtu. Me aq sa kuptoj, po mundohet të ndërtohet një frym kuazi e djathtë, domethënë, ose themi sa për të ngritur njerëzit, për t'i motivuar ata që të heqin Edi Ramën, por nuk duan të dalin komplet, domethënë që ja është Partia Demokratike, në të njëjtën kohë kur ka diçka tjetër që po ndodh në New York me Vatrën. Atëherë po fillojmë me New Yorkun. Mbas 4 vjetësh që Vatra nuk ka paguar, domethënë, taksat, rrezikojnë të humbasin ndërtesën. Ka patur shumë debate, sidomos Vatra New Yorkut me ata të Manhattanit, domethënë që është deg e saj, po e shkëputur tash. Është kthyer një lloj opozite brenda Vatrës, dhe jo vetëm atje, po edhe ka opinione të tjera ndryshme, për shembull, edhe jashtë Vatrës, të cilët nuk bien dakord me atë çfarë po bën sot Vatra. Në një farë mënyre besoj se këta janë në një proces gjyqësor, edhe pritet se çfarë duhet thohet gjykata në lidhje me këtë. Por do ishte turp në qoftë se ata do humbisnin, domethënë, Vatrën si ndërtesë. Pasi është një monument kulture historike për ne, si shqiptar në diasporë. Por me këtë Vatër, të cilët janë atashuar, janë edhe njerëz të cilët sot e kësaj dite janë në një farë mënyre në partneritet me Partinë Demokratike, sidomos me lidhje direkte të Berishës. Njerëzit e njohin kush janë me emra, unë s'do përmend emra sot. Por me të vërtetë është diçka e dhimbshme. Të shikosh domethënë se si ai kthimi në formë biznesi, anashkalimi taksave, problemeve të tjera, leadershipi, kalon në politike, bëjnë qoka, presin e përsjellin domethënë politikan nga Shqipëria, sidomos demokratët. Dhe pastaj i drejtojnë kur vinë demokratët në Amerikë për të dhënë atyre domethënë një lloj kohezioni politik, si aktivitet në diasporë për shembull. U organizojnë ata takime me komunitetin dhe mundësisht organizojnë një lloj lobimi për të marrë një autograf ose fotografi me presidentin Trump, apo me kandidat për kongresmen, për shembull siç kemi këtu në Michigan e tjerë. Në mes të këtyre janë fatikisht edhe liderët fetar, qofshin ta katolik, kleri musliman, edhe njëkohësisht ai bektashian. Me të vërtetë është për të habitur pozicionimi i klerikut në këtë situatë. Gjë që të gjithë do mendonin që nuk duhet përfshihen, që duhet rrinin larg. Po ja ku takohen të gjitha bashkë tek ajo të qenë turist shqiptar. Domethënë që ne nuk jam mbyllim derën asnjë shqiptarit po na erdhi. Dakord? Por në qoftë se ta përdor imazhin, ta përdor institucionin ose lokacionin, thjesht me një takim, kjo është domethënë perceptimi në Shqipëri komplet ndryshe. Besoj se më kuptoni. Deri këtu domethënë kam ardhur tek kjo pikë, domethënë në cilën duhet të them që pritja përsjellën nëpër institucione fetare të politikanëve, po të ishe për këtë lloj gjëje, për këtë lloj takimi domethënë politik,
më mirë mos ndodhi fare. Do ishte më i mirë, më i udhëshëm me shumë moral, në qoftë ato të vinin, sipas besimit përkatës, të uleshin, të rrëfeshin apo të uleshin sejdë të faleshin. Njerëz jemi, besojmë gjithsesi në mënyrën e tij, kuptohet. E kjo do ishte diçka tjetër për shkak. E pranueshme. Do të ajo çfarë nuk pranohet është një perversitet brenda kësaj vizite. Diçka që mbet domethënë e pa thënë, ndërsa shtrëngojnë duar të përqafojnë këta lider fetar. Gjithsesi, unë po lëviz nga kjo temë tash për dalë diku tjetër. Po bie shi jashtë dhe ka stuhim duket. Pra, çfarë do të them sonte me të vërtetë? Në shkrimet e mia ose në postimet e mia, më mirë le të themi, i kam dhënë domethënë njerëzve të kuptojnë që dëgjoni, duhet të bërë disa gjëra në mënyrë të drejtë. Timi koherent, timi të ndërgjegjshëm me moral. Në një politikë të sotme që asgjë nuk ka tjetër përveç një lloj, si të them, hajde bëhemi barazim me ata. E bën këta, ta bëjmë dhe neve. Këta na bën kështu, atëherë të veprojmë dhe ne të bëjmë më shumë se ata. Domethënë, s'mund ta krahasoj me lloj fëmijësh, por është një lloj aktiviteti, një lloj aksioni reciprok, si e si për të dalë mbi tjetrin edhe për të dominuar politikën me akte, me vendime, me fjalime nga më të ndryshmet, të cilat për 35 vjet na ka lënë këtu ku jemi. Çfarë mungon? Po themi për shembull për një të djathtë, le të themi këtë së pari. Janë mbi 57 apo 60 subjekte politike të regjistruara që në 91-shin. Deri tu jemi në rregull. Disa për këtyre subjekteve thjesht kanë heshtur ose kanë dalë jashtë, domethënë, spektrit politik dhe nuk janë përfshirë me ose janë shkrirë si lëvizje. Të tjerët vazhdojnë punojnë, sidomos kur ata janë afruar domethënë tek një subjekt politik i majt apo i djathtë. Flasim tek PS-ja ose edhe LSI-ja dikur, deri tek PD-ja, domethënë që mendon se është e djathtë. Në fakt, të gjithë këto subjekte politike aktualisht janë parti të vogla, domethënë për shkak të pluralizmit. Edhe kjo në fakt për këto parti të vogla do të thotë para. Para në lidhje me marginalizimin e votës për ta kthyer atë, për ta blerë dhe për të bërë influencë të tjerët. Më kuptoni? Që të vi vota tek subjekti që ata përkrajnë. Ju e dini për shembull që si veteran, si njerëz domethënë që kanë familjar në bashki apo në administrat, janë ata të cilët sjellin votën tek PS-ja, Partia Socialiste. Ose nga ana tjetër për shembull do kemi edhe familjet e njerëzve, domethënë politikanëve të djathtë, më thonjza, të Partisë Demokratike, militantë e tjerë, që do shkojnë domethënë tek PD-ja, do mbledhin njerëzit e vet, familjet e tyre. Edhe fatikisht këtu në mes janë ata të cilët gjithmonë thonë, ne jemi të djathtë, jemi të lindur të djathtë, ne do të vdesim të djathtë. Por e çojnë votën tek njerëz të cilët as nuk ua din prender, as nuk i aktivizojnë, as nuk e di, thjesht domethënë i kanë lënë në harresk. Megjithatë, ata votojnë për Partinë Demokratike. Partia Demokratike konsideron veten si subjekt i djathtë politik. Ndërsa Sali Berisha vetë me gojën e tij thotë që jam i djathtë i qendrës. E kam thënë më parë domethënë që e djathta i qendrës është shumë afër të majtës, pa dalë e majta radikale.
domethënë kjo qendra e djathtë me qendrën e majtë janë motër e vlla në një farë mënyrë, janë shumë afër, shkëmbejnë, komunikojnë edhe jo pa qëllim u afrua Ilir Meta tek Sali Berisha. Duhet i mendojmë gjërat me gjak ftohtësi, kuptoni? Të larguar nga militantizmi, të larguar domethënë nga ajo bindje që ne mund të kemi sepse kemi votuar kaq vjet për një subjekt apo tjetrin. Si mundet një subjekt i djathtë të krijohet nga ish funksionatë të majtës, qoftë të sigurimit, qoftë mbetesër partije, domethënë komuniste etj. Të gjitha veprimet apo ato më të mëdha, le të themi milestones, gurët kilometrik, që janë tek PD-ja gjithmonë kanë një vendim që mbas tyre ka të humbur në mosat e viktima. Të humbur janë ata të cilët në të vërtet u dëmtuan me 7501-shin. Gjë që nisi që nga koha e ndarjes, domethënë aprovimit të pluralizmit me idenë e Ramizalis, që shqiptarët ka vërtet pronarët e tokave kurrë mos i merrin këto prona. Të bënin sa muzikë, sepse ja u kishte ardhur fundi komunistëve. Sot e kësaj dite ne ende kemi komunistë. Disa të flak, disa janë të fjetur. Disa të tjerë janë kthyer domethënë drejt se themi punës së tyre si njerëz të informacioneve, njerëz të përgjimeve, njerëz jo të komuniteteve që janë ose protestues profesionistë. Pra, në qoftë se të themi për Partinë Demokratike, ka shumë gjëra që i rëndojnë asaj. Domethënë, që për fillimit doli ai çeku i bardhë, të cilën asnjëherë, domethënë, këta nuk mundën t'i vinin fund një gjë të tillë. Agjentura e huaj veproi dhe shqiptarët nuk e di se me çfarë mendimi u ngjizën që dolën për të shkatruar vendin e tyre. Gjithçka që ishte ndërtuar, gjithçka që ishte investuar në këtë. Pra kjo ishte gjë e parë. E pasuar më mbrapa me SHPK-n, shqiponja SHPK-n, me thyrjen e embargos, në të cilën Berisha, Pecpollo, Sultan Shehu, deri tek më duket Berim Çela, edhe tek në mbrojtjen e Gazidedës dhe edhe të sigurimit, agjentura u përfshi njëkohësisht në këtë gjë. Mbas shqiponjës SHPK, pastaj kemi probleme të tjera gjatë kohës administrimit që ishin domethënë PD-ja ishte në fuqi. U dha domethënë një lloj lajmit, sidomos për ata të cilët jetonin në veri, që të zbrisin në Tiranë apo në rrethinat e Tiranës, të zinin toka, prona, shtëpi të papërfunduara, apartamente, pallate. Edhe kështu bën edhe të gjithë vunë nga një tokë e zanën. Ndruan bravat, vunë dryna, kangjella etj. Në për apartamentet e papërfunduara ende ose ato që kishin përfunduar, të bëra me se them kontribut vullnetar. Dikur bën për shembull ndërmarrjet që i jepnin punëtorëve të tyre, familjeve të reja, shtëpi. Dhe në këtë rast dolën gjitha njerëz që morën apartamente. Po morën dhe toka, morën dhe shtëpi, morën magazina, morën repartë ushtarake, morën gjithçka dhe dolën dhe letrat me vlerë. Dhe këto letra me vlerë arritën deri në duart e atyre që kishin dalë nga burgu, të përndjekurve politikë. Njerëz të vuajtur që kishin humbur familje, pjesëtar të tërë domethënë pothuajse në vutje, në internime, të pushkatuar, të varur në litare etj.
Dhe gjitha ajo humbje jetësh, gjitha ajo rini e humbur, gjitha ato vite burg dhe pune të rëndë në qafbar apo në Spaç apo në vende të tjera. Imagjinoni një ferri vërtet u dhan këtyre një letë me vlerë. Njerëz të sistemit që dinin se çfarë do të bënin, u organizuan mirë dhe i bashkuan dhe blen ndërmarrje të lëna domethënë në mëshirë të fatit. Ndërsa këta njerëz jo. Ju mbaj domethënë informacioni sa më shumë edhe ja kosh edhe tradhtia tjetër në cilën i afroi disa individ Sali Berisha tek PD-ja, një nga këta ishte edhe Tom Mordosti apo të tjerë. Dhe shumë shpejt këtyre u desh të dinin nga ky subjekt politik, sepse e kuptuan se çfarë do thoshte të ishe nën drejtimin, pra politikisht domethënë çfarë ishte leadershipi i PD-s, dhe kush ishte lideri i vërtet. Sot e kësaj dite, me të vërtet duhet menduar se çfarë kanë bërë shqiptarët gabim në jetën e tyre politike, domethënë duke i dhënë votën njerëzve të cilët në mënyrë të pamerituar sot i drejtojnë. Përveç lëvizjeve dhe marrjes dhe shpërndarjes së tokave, domethënë me ligjin 7501, filluan gjërat më vonë pasaj të bëheshin akoma edhe më të mëdha, domethënë në publik, fliteshin shumë gjëra. Flasim vitet 95, 96. Pasaj problemet e 97-s, apo në firmat piramidale më para, dhe qeveria e Berishës i lejoi këto. Ndërsa qeveria Nano, ose le themi e Majta, përkon të duart, duke mos dashur ta ndalonin kundërshtarin e tyre politik nga të bërit e gabimeve. Por i lejuan dhe vazhdojnë që të tillë. Mos harrojmë, patëm njerëz të cilët kanë ikur me ambasadat, me dy korrik, po patëm edhe anijet pasaj në 91-shin drejt Italisë. Për kaq shumë vite domethënë kalonin njerëzit në këmbë për t'ikur në Greqi, edhe pasi kisha ardhur në thonjza demokracia. U hapën ndërmjet të armatimeve të njerëzit të cilët kishin probleme, qoftë me tokat, qoftë probleme personale, individuale, apo të problemeve të tjera, për shembull, të rëndonta në një farë mënyrë, përfunduan domethënë me armë. Kaq viktima, domethënë mbi 3600 viktima. Mes tyre dhe fëmijë që shkonin e luanin afër depove të armëve. Ndodhi lufta e Kosovës. Dhe agjentura serbe në Shqipëri dhe ajo greke ishte më se prezente, domethënë gjithë Shqipërinë. Dhe për çudi greku e gjeti kohën më të bukur në 97 për ta sulmuar. Dhe fal Turqisë, domethënë tan Suçillit ne shpëtuam. Një vit më pas filloi lufta në Kosovë. U hap kufiri. Erdhën nga Kosova familje të tëra, fëmijë, njerëz të vojtur, të torturuar, të vjedhur, të djegur komplet, me shtëpi ka thënë që kishin lënë brapa, me njerëz të cilët u sakrifikuan, me njerëz të tjerë që dolën malit për t'i përgjigjur dhunës.
Edhe mbas viteve të mi, kemi ardhur domethënë le të themi nga 98 deri në 2005 ka qenë e madhe që ka drejtuar edhe këtu doli në pa domethënë për shkak të Fatos Nanos, kryebashkiaku që solli nga Franca Edi Rama. Dhe Edi Rama me ndihmën e Sorosit, pasi Soros kisha ardhur këtu në Shqipëri që në 92-shin. Soros ju tërgua shumë i zgjuar. Shkoj të PD të Berisha, e bleu Berishën, e bleu dhe të tjerët, se cilit politikan i ka dhënë para. Kanë marrë këta nga 10-20.000 dollar se cili. Dhe mendoni se kishin arritur majat me parat. Po kur ai kuptoi dhe e pa domethënë se kush ishin të djathët, më thonë se atëre mbasi humbën zgjedhjet, u futën tek e majta George Sorosi. Legjitimoi domethënë fondacionin Shoqëria e Hapur, filloi puna të bëshë domethënë për LGBT-t, mori të gjitha organizatat, ku ishin e ku nuk ishin, OJF-t, i financoi komunitetet e vogla, u mbylli gojën, por njëkohësisht siguroi që vota atyre të shkonte tek e majta te Edi Rama. Dhe ja ku i erdhëm. Deri më sot. Edhe pse ai ende nuk është non grata, pra George Sorosi ende nuk është non grata në Shqipëri. Fondacioni Shoqëria e Hapur ekziston, aktiviteti LGBT-qve vazhdon, dhe asnjëri nga politikanët si ka hyrë një qem në këmbë për të gjitha këto që i kanë bërë popullit. Janë shantazhuar shqiptar, biznesmen, artistë, qofshin sportistë apo të tjerë. Disa janë rrahur. Dhe kundërshtarët politik gjithmonë goditen në një farë mënyre me fjalë ose fillim, pastaj më vonë me kërcënim verbal, kuptohet më serioz, derisa oponent për shembull, siç ishte rasti i Bashës dhe kandidatit të dikurshëm për kryetar partie, domethënë që zëvendësonte Berishën, u likujdua. Po më pas u likujdua edhe Dritan Prifti. Për të punën e atyre 700.000 eurove, 700 dollarëve. Dhe patëm një tjetër konflikt. Por nuk do anashkaloj të më thënë këtu sidomos jo skandal, por vrasjen, makinerin e vrasësve që vetë Berisha ka dërguar në tropoj tek Haklajt. Ata i qëndruan Sali Berishës, derisa ky u shpalli luftë direkte dhe indirekte. Dhe në këtë konflikt e implikoi njëkohësisht dhe e solli në atë pikë, domethënë që fajin ta merrte drejtori i Shikut, Azem Hajdari, dhe ata e vranë. Sa shumë gjëra kanë ndodhur në Shqipëri deri më ditën e sotme. Dhe përsëri shqiptarët vendosin të mos dëgjojnë zërin e qytetarit të thjeshtë ose të dikujt që u jep një këshill, që u kërkon unifikim, që u kërkon të përdoret moralin, që u kërkon që me gjaktësi të ofrohen në zgjidhjeve të problemeve të ndryshme. U a them me gjithë shpirt, shqiptarë, ne nuk kemi të djathtë në Shqipëri. Akoma dhe më pak të kesh konservator. Ne vetëm kemi dëgjuar për konservatorizmin, por nuk e kemi jetuar. Do të kemi parime të tilla. Të
të kemi një moral për të ngritur një frymë. Dhe përmes kësaj fryme për të dalë me një aksion politik, me një poshtë ideologjik dhe për shtyrë përpara si forcë politike për të përfaqësuar një të djathtë të denjë. Po si duket, sa do të thua shqiptarëve që PD-ja duhet komplet të shohet si subjekt politik, këtë nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë sepse nuk dinë se çfarë do ndodhi me Shqipërinë. Pa Sali Berishën është e pamundur sipas tyre. Pa Vlamur Nokën është e pamundur. Pa Albana Vokshën është e pamundur. Pra s'pas ka të djathtë, por më falni më zotëri. A mos janë këta të PD-sh të djathtë? Masa mund thonim që janë të djathtë, por unë jo. Nuk e një parë ndonjëherë një të djathtë të dali non grata. Nuk e një parë një forcë politike djathtë që të dali të shkatrojë, të djegë deri dhe të vrasë njerëz. 2. Nuk ka subjekt politik të djathtë që është në gjendje domethënë të shkojë të blejë votën, që është në gjendje të hajë domethënë edhe me kundërshtarin e tij politik të majtë, apo të ndajë interesa nga më të ndryshmet me kundërshtarin e tij. Këtë bën e djathta në thonjza në Shqipëri. Ndërsa këta të rinj që sot po dalin në fushë politike janë të yshtur, së pari një për karrierë, për ego, së dyti për premtime dhe përfitime para apo pozite, së treti janë të infiltruar apo të rekrutuar për një qëllim dhe kohë të caktuar. Dhe së katërti, ata kur nuk do mund të jenë njerëz të cilët do mbledhin njerëzit dhe votën te një subjekti i caktuar që ata duan. Të them të drejtën, kushdo që të vjen në diasporë nga Partia Demokratike, bën fotografi, jep dorën, qesh, u thot këtë duhet bëjmë ne, ngriuni juve dhe biles, e di cila është fjala e fundit tash që po del. Këtu në diasporë nga Detroit i Michigan, po e thanë. Fjala e fundit është hajde të mbledhim shqiptarët, të çojmë të protestojmë përpara shtëpisë së Bashkë që të heqim Edi Ramën. Domethënë pro Berishës, duan apo s'duan këta. Ti del në mënyrë automatike, domethënë. Dhe për çudi mendjet qofsh këto opozitare apo të djathta apo ku dëgjoni shkret të pavarura gjoja, për çudi nuk marrin, ose po them për mua, se edhe un kam për të thënë shumë gjëra. Por sipas tyre un s'pas kam më shumë kredibilitet, apo un jam thjesht mu ka tekur për diçka dhe dua ta bëj se s'bën. Ndaj këta marrin këta të tjerë të mbushin programin e tyre me që janë më të paraqitshëm apo kanë lidhje nga apo të sugjeruar nga dikush tjetër. Që këtu fillon si e them, një lloj korrupsioni, një lloj tutele, në të cilën domethënë ne sipas tyre domethënë këta çojnë njerëz të cilët janë të shantazhueshëm, të përdorshëm, njerëz të cilët domethënë janë të gatshëm të sakrifikojnë vetët e tyre, karakterin e tyre, personalitetin e tyre, thjesht për të bërë diçka për liderin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Unë mbajt një takim këtu para një javë gjys. Dhe kjo ishte në lidhje me takim jo politik. Tash ky
takimi politik ishte për të ngritur popullin në këmbë, për të në një farë mënyrë për t'inkurojuar shqiptarët që të shohen, të protestojnë, e të bëjnë diçka, domethënë edhe në fakt ato çfarë mungonin ishin vlerat e djatha konservatore. Unë shkova në atë takim sepse u tha jo politik. Por i pari që i mori mikrofonin ishte Dritan Demiri nga Partia Demokratike, që tash është atashor tek Vatra. Këtu bie. Pra po sjellin fytyra të reja. Po përdorin fytyra të reja. Dhe etin e tyre për si them fam apo njohje apo karrierë politike në të ardhmen e tjera. Përgjohje për të ngritur popullin në këmbë. Dhe populli u jep vlerësimin e tyre. Në mendjen time, çfarë ndodh tani aktualisht mes këtyre shqiptarëve këtu? Them se domethënë janë, kështu mendoj unë personalisht. Ky nuk na pëlqen, as ai s'na pëlqen, se çfarë do bëhet nuk e dim. Ka të tjerë që thonë, aman të heqim me Diramu, por të letë bëhet çfarë të bëhet. Dhe këtu prap nuk jam dakord. Nuk ka të djathtë sepse nuk ka moral. Ju në Shqipëri e këta këtu në diasporë, nuk e di pse unë duhet të gjunjëzohem apo t'i bëj temenat dikujt për shembull që është një politikan apo dikujt që është VIP për hatra ti, për respekt ati gjoja. Sepse fundi e fundit, çfarë përfiton diaspora nga politika e shqiptarëve në Shqipëri? Familjet tona po, mbas edhe ata mund të përfitojnë diçka, por mos harroni, deri tani janë familjet tona në Shqipëri të cilët po vuajnë sistemin. Papunësia, ekonomia, biznesi, gjithë secili për tyre mund të thotë diçka, edhe kjo nuk është pozitive. Po ti është paguar, po mund të thuash gjëra pozitive. Por shikoni jetën në sy. Nëse do të binte për shembull, edhe zot na rujt, po në qoftë se do të binte, le të themi, një raketë lëshuar nga Irani në Shqipëri, çfarë do ndodhte? Këtë e keni menduar ju shqiptar? Çfarë do ndodhte? Do merreshit me rindërtimin e pallateve, shtëpiave, me varrosin e tyre, apo do shikoni diku tjetër? Flas diku tjetër për të parandaluar këtë, apo thjesht për t'i dhënë një kath tjetër politikës shqiptare? Jeni mësuar që vjen një parti, bën zhurmën e vet, merr qeverinë dhe mbaron punën. Por jeta jon nuk ndalon tek dita e fundit e votimit. Jeta vazhdon për ata që jeton atje, kuptohet. Personalisht unë jam aq i lodhur nga propaganda e këtyre, sepse gjithmonë arrin në nivelin 0. Vetëm për të kënaqur egon e tyre politike, me që ata domethënë janë deputet në parlament, kanë ata privilegjet e tyre, jo rrogën e trajtimin e privilegjet të tjera. Po populli? Hajde të ushtojmë rrogën prapë, po populli? Drejtësia në Shqipëri nuk është e barabartë për të gjithë. Sepse këta kanë një mandat, imuniteti domethënë.
pas të cilit fshihen për çfarë do lloj krimi. Por ai që do ishte për shembull më të vërtet prokuror dhe merrte çështjen do të jepte tamam dënimin e merituar, por së pari duke e hequr mandatin personit. Do i thënë parlamenti që ju do të bëni këtë, nëse doni që unë t'i kaloj domethënë në proces gjyqësor. Gjithsesi miq, është vonë kuptohet. Edhe unë i lodhur jam. Ato që unë mendoj janë të sakta. Ato që unë kam shkruar dhe janë bërë pjesë e vizionit tim për në Shqipëri, janë të sakta. Janë pozitive sepse nuk kërkon anësi. Por ajo çfarë duhet ne si shqiptarët kuptojmë, është kjo Parti Demokratike kur nuk ka qenë e djathtë. Liderë dhe njerëz të rreth e qark liderit funksionojnë në bashkëpunim me të majtën. Që ne populli detyrohemi të braktisim vendin tonë, shtëpitë tona, dal nga dal, sepse është plani i këtyre. Si iniciator dhe vizionar i Republika Unita, unë juftoj që ju të shikoni faqen tonë që ne kemi tek Republika Unita në Facebook. Jam materiale të ndryshme edhe video kuptohet. Unë po mundojnë të mbaroj mbasi drafti i dytë i programit mbaroj, domethënë. Po të kthehem edhe një herë në draftin e tretë dhe besoj për 2 javë gjithçka është gati. Bërë një postim dje, në të cilin kërkoj që shqiptarët jo vetëm të bashkohen te kjo lëvizje, por njëkohësisht të na ndihmojnë për sa i përket kontributit financiar në mundësitë e tyre. Qofshin këta në Shqipëri, qofshin këta në diasporë, por e ka më shumë e këta në diasporë pasi kanë më shumë mundësi domethënë financiare për të ndihmuar. Nëse zgjedhja është e shqiptarëve, se çfarë duan. Por s'po them që më vjen keq për veten, sepse nuk e di, s'do dukesh edhe nuk e mendoj gjë të tillë. Por po themi këtë që në qoftë se ka mundësi të barabarta, në qoftë se ka liri mendimi, në qoftë se ka diçka për të ndarë me njerëzit. Në qoftë se nuk mundem që të shkoj domethënë në një kanal televiziv privat apo diku tjetër në një tjetër podcast apo diçka e tillë, atëherë them që do të më jepni mundësinë të më dëgjoni për sa i përket asaj çfarë unë dua të arrij për shqiptarët. Megjithatë, do shikoni faqen time edhe këtë video që po e dëgjoni tani sepse kuptohet drejta të fikur. Ju lutem konsideroni të lexoni, të shikoni videot që kam dhe merrni vendimin tuaj. Nëse doni me të vërtet ndryshim qeverie, nëse doni me të vërtet një të djathtë, ne duhet të edukohemi së pari mbi të djathtën dhe konservatorizmin. Kjo është numri 1. Sepse përmes këtij lloji edukimi edhe përmes informacioneve që ndodhin në Amerikë, unë jam në Amerikë, jam këtu republikan konservator. Por në Shqipëri unë jam i papërfaqësuar si i djathtë. Pse? Nuk më përfaqëson dot mua as Berisha, as PD-ja. Ne dim që i majta ka kaq shumë probleme
që po na vjedh dhe po na shet, por njëkohësisht edhe djatha që pretendon të jetë e tillë, apo opozita le themi, ka bërë të njëjtën gjë. Sa herë ka ardhur në qeveri, ka vjedhur, ka dhënuar, shantazhuar, pasuruar përmes shumë gjërave. Do të kemi parasysh për shembull që do të kemi të paktën si fillim një farë informacione. Por ma jepni mundësinë t'ua shpjegoj njerëz. Po mendoj të shkojnë në Shqipëri në fund të muajit. Edhe dua të marr takime me njerëzit, dua të marr takime me njerëz të cilët janë të ndershëm, profesionistë, janë të drejtë, që punojnë aty ku punojnë për arsye të meritave të tyre, punës së tyre, djersës së ballit. Njerëz, si them, parimor, që nuk e shesin veten, nuk e shesin votën, që duan të mirë në Shqipëri, se duan të bëjnë diçka për Shqipërinë. Unë do doja shumë të bashkoja shumë njerëz që edhe i njoh dhe që nuk i njoh fare. Por kjo është zgjidhja juaj personale. Edhe sikur t'i thua shqiptarëve, se tash po sjell këtë shembullin. Merre çadrën e re, se është, le të themi, një anëzirë re, do bjerë shi. Dhe prap nuk e merr, kuptoj, shiu do filloj do laget. Atëherë, a nuk i dola borxhet? E njëjta gjë është edhe me ju o popull. O shqiptar. Po ju them. Po ju dal borxhet. Është vendimi juaj se çfarë bëni për të nesërmen, për të ardhmen e Shqipërisë dhe për fëmijët tuaj dhe nipat e mbesat tuaja. Por do më vinte shumë keq nëse ju do t'ia lini Shqipërinë me shpresë politika, apo me shpresë të huajt. Kaq kisha për thënë. Zoti i bëft mirë për gjithë. Natën e mirë.